Përshëndetje gjithëve dhe mirë se vini prapë te Tradecast Albania. Ne po bëjmë tani episodin e radhës të podcastit ton. Për këtë javë do flasim për lajmet, eventet kryesore ekonomike dhe disa gjëra tjera që ne parashikojmë nga ana makroekonomike e përgjithshme e tregjeve. Pastaj do bëjmë analizën e kriptos, sepse kemi shumë shqiptarë që kanë hyrë dhe kanë interes për kripton. Do bëhet një analizë teknike aty dhe parashikimet tona. Më pas të bëjmë stocks dhe mallet kryesor, Forexin dhe gjërat e tjera që ne mendojmë janë me interes këtë javë. Përshëndetje Irdi. Përshëndetje. Atëherë, siç e tha, edhe ke ishte një javë shumë interesante, që nga hera deri në të premten. Ishim lajme pothuajse nga të gjithë mediat botërore se si stock market, kripto dhe çdo gjë është në rënje, është në fazë korrigjimi, pothuajse çdo outlet lajme, domethënë kishte si lajm kryesor gjatë javës. Zakonisht lajmet ekonomike nuk janë në pjesë e agjendës kryesore të lajmeve, po këtë javë nga që kishte këtë rënje të mëdha dhe volatilitet, ishte pothuajse çdo ditë shikohet në faqet kryesore të çdo media botërore lajme ekonomike. Ishte pastaj lajmet që kanë të bëjnë me inflacionin, me core CPI, me pafundësinë, me punët e reja të krijuara, kishim Jerome Powell, edhe kishim faktorin Trump, si zakonisht çdo javë. U tha të dielën që do kishte tarifa me Kanadën dhe Meksikën 25%. Kanadaja u përgjigj prapë tarifa 25% reciproke. Kjo do të thonë solli atë ulje të madhe të hëna të martën. Edhe të mëkurë vazhdoi, do të thënë kjo volatiliteti sepse Trumpi u tërhoq nga disa tarifa, tha që do i shtyp prap në për në prill, edhe duket si një lojë e po bëhet nga këto dy fuqi, do të thënë, çdo tarifa, ish tarifa. Vetëm Kina që vazhdon që mos ta dëgjoj Trumpin me tarifa. Në qoftë se Trumpi i vë dhe Kina i vë, atë nuk është se intereson shumë. Kemi edhe situatën politike me Ukrainën që është shumë problematike për administratën Trump, që s'po e zgjidh dot. Ka shumë këto. Edhe Jerome Powell që foli, se zakonisht ekonomia e qëndrueshme, po vendet e punës ku bien, që nuk e vështirë ta besosh, por tregoj për të mirë, falimin e Powell, kjo është e rëndësishme. Pasaj dhe të premtën patëm summitin e kriptos që bëri Trump, që ishte një lajm i parëndësishëm që unë e kam ulur gjatë javës. Duke se tha gjë, se po lexoja disa kështu domethënë komente në Twitter që ishte thjesht nothing burger. Nothing burger që në anglisht, po, se dia shqiptarët e kuptojnë si shprehje, po hamburger pa mish, i bin. Hamburger pa asgjë mrena, e kupton? Thjesht si mite ose buk që quhet ban. Po, ka pasur shumë gjëra të ndryshme, kemi pasur edhe gjë tjetër që do e shtojë Iri, është dollari që ka pasur këtë rënje të madhe. Po, në atë shifja sot dollarit në rënje, që ishte sa fillonte marsi, ishte filluar të pjetër. Gjë që e tham, para 2-3 javësh po ishim bashkë duke për në fundit. Po. Që dollari që në 10 më shumë do luajnë për short, tash ishte vajte që në 10 edhe ndodhi domethënë qerate në të gjashta. Kështu që ata që luajnë Forexin se kemi edhe ca entuziast Forexin të grupet Telegrame tani. Shumë entuziast Forexin, ne si jemi fare, ne vetëm stocks dhe kripto. Edhe kripton me kështu, me mënyrë të moderuar, jo në stokeve më shumë se sa kripto në vetvete. Unë po mendoja Iri që le të themi të flasim një na një për këto eventet kryesore të javës kaluar, të zbërthejmë bashkë më kryesoret, kuptohet, sepse ka pasur shumë. Po e lej në dorën tande që ti le të themi ta nxjerrësh një temë dhe pastaj unë do shtoj diçka dhe flasim për ato për lajme kryesore dhe pastaj do filloja në mënyrë kronologjike, domethënë që të dielën kur Trumpi tha që do ketë tarifa 25% me Kanadën dhe Meksikën. Kjo si nga ekonomistët e Trumpit, si nga ata që përshtasin Trumpin, domethënë si nga nobelistët e ekonomisë, është pritur keq, domethënë, si lajm. Pasi thonë që do të çojë në rritje inflacioni plus në rritje të kosteve, që amerikanët duan ulje të kosteve, siç u pa në administratën Biden, që ishte një arsye kryesore pse
humbi. Për që kjo do të thënë, edhe kjo i bëri investitorët edhe bankat më të mëdha që të heqin lekët nga stok dhe t'i marrë cash për momentin, sepse nëse do ketë tarifa, do ketë rritje çmimesh, pse të investojmë në stocks ku mund ta shpenzojmë kapitalin për veten tonë. Ka shumë edhe kjo logjika pse të retail, nëse do ketë rritje çmimesh, pse duhet të investoj në stocks kur më duhet të blej diçka ose duhet të bëj diçka. Me këtë logjikë besoj edhe institucionet edhe çdo gjë më mirë po rrin cash. Kemi parë që Warren Buffett ka goxha kohë që po rrin cash të gladiatorit duket. Kështu që është diçka për të studiuar. Pastaj kjo do të thënë është një për mendimin tim ishte një ndër shkaqet kryesore që solli uljen e kriptos. Uljen e stokave të kriptos. Ecën një bashkë nga tjetrës. Do të thotë diçka këtu të inflacioni që është po rrit inflacioni, atëherë Banka Qendrore Amerikane nuk mund të uli normat e interesit. Sepse liroj kapital për biznese që janë në rritje. Kjo është pak edhe një problem që ka tregu që Jerome Powell thotë që do ta çojë inflacionin te një nivel të qëndrueshëm, por me rritjen e inflacionit kuptohet që nuk mund të uli normat e interesit dhe kështu që do ketë impakt çdo gjë. Te fjalimi që mbajti ai, me që folën për inflacionin, tha një fjali që më qëndroi në mendjen time, ishte që të gjithë e dim që tarifat do të rrisin inflacionin. Me kuptim, ai e parapret që do rritin inflacionin, por se sa dhe për çfarë periudhe nuk kemi akoma në dieni që themi për shembull do rritet për 6 muaj apo për një vit. Nuk ishte data. Apo për 9 muaj, po, eksakt. Edhe kjo është pak ajo le të themi situata që është tregu në pjesën e inflacionit. Ndonjë gjë tjetër për shtu këtu te kjo pjesa e inflacionit? Ishte niveli i papunësisë. Njerëzit prisnin papunësi goxha të madhe me heqjen nga puna të shumicës punëtorëve federal të Amerikës. Po patën një nivel të moderuar, 141 nga 140 duket, 144 nga 140. Keq që priteshin. Ndërkohë që njerëzit prisnin diku te 200-300 K me këtë ulje të fundit. Pavarësisht se forecasti ishte 140, njerëzit prisnin një numër shumë të madh. Të papunësisë. Edhe kjo ishte pozitive të premtëm duket që ishte edhe kjo bashkë me fjalimin e Powell. Edhe ka pak a shumë që ishin në vetë kryesore për mendimin tim. Edhe heqja e tarifave prapë që u bë një amandënim dhe Meksikën duket që kishin rënë një dakordsi midis presidentëve. Ka pak a shumë ishte pasqyrë. Tjetër për papunësimin do të thotë këtë që doli 4.1%, priteshet të ishte te 4%, kështu që ka dalë pak më lart. Po pritesh shumë më lart më duket. Jo, forecasti ishte 4%. Forecasti ishte 4%. Po, ideja që ishte 4%, po njerëzit e prisnin më shumë, investitorët ndoshta ose. Po, ndoshta investitorët vetë. Po doja domethënë dikush që prisnin diku te 5-6% nga këto heqjet e punës. Jo, ishte shumë lart, do ishte një rritje e jashtëzakonshme ashtu. Një gjë që duhet lidhje pak me këtë nivelin e papunësisë është ajo SAM indicator që un kam folur, që është një nga shenjat kryesore për të parapritur një recesion, dhe unë kam uluar edhe telegrami këtë me ca grafika që është le të themi ku ka rritje të papunësisë sado pak në nivel, fillon që të krijojë një efekt te bizneset që rritet akoma më papunësia. Një nga ato problemet është fakti që nuk janë ulur normat e interesit, që të lejoj bizneset që të zgjerohen dhe ekonomia të zhvillohet dhe të zgjerohet. Kjo është pak situata. Po, shikojmë se si do heci këto vazhdim. Unë kam pak frikën e recesionin në Amerikë, kam pasur për 3-4 muaj. Edhe Powell më duket, nëse bëjmë saktë, ka diçka që çmimet janë të vështira për të rënë për momentin, sidomos të shtëpive, që është problemi kryesor i amerikanëve. E përmendi edhe Powell në fjalim. Çmimi i shtëpive vazhdon të jetë në nivele shumë kështu të larta për shkak të provave të interesit, siç e kemi diskutuar më parë. Duke qenë normat e interesit të larta, edhe çmimi i shtëpive është mbetet akoma goxha i lartë. Po. Pas një gjë që po thoshte Elon Musk që ai mendon që me këto manovra që po bën Deutsche, kursimin
të themi që do kursej para për shtetin për ripagimin e borxhit të shtetëror që ka Amerika dhe këto manovra të tjera, ai thotë që do jetë deflationary, jo inflationary, me vëmë do jetë diçka që do uli inflacionin, jo të rrisë inflacionin. Është për të parë situata. Ideja është që Maskut është më shumë propagandë për momentin, nëse kam parë të dyja ka, domethënë, pasi deklarohet që po kursen shumë para, por ndërkohë në fletoret zyrtare janë shumë pak, domethënë, që janë shpërdorime. Për shembull, deklarohet Maski janë gjetur 50 milion dollar të shpërdoruara, ndërkohë që në realitet janë 500.000 të shkruar në website-in e Dodge ose në fletoret zyrtare, domethënë që kanë bërë verifikime gazetarë të ndryshëm. Po vetja në Amerikë është shumë e polarizuar, kështu që është e vështirë të kesh një kushtat të drejtë, kështu që merrni një mesore, pak a shumë të numrave. Kjo është pak a shumë ideja. Duhet shikojmë veti, bëjmë analizat vetë dhe shikojmë se çfarë impakti do ketë tregu. Po, çfarë impakti. Tesla për shembull ka impakt shumë të keq, duket sikur. Po, ka pasur një shitje të madhe. Gjatë javës ti fole pak për options të Telegrami, që the që ka ca puts në ca zona që duhet skadojnë. Si e shikon ti le temi, se unë mendoj që ka një impakt këto javë. Lexova një informacion, domethënë nga ty. Lexova një informacion në grupin Telegram, domethënë që jemi në nivelin më të lartë të put options në histori. Kështu që logjika e put options indikon që institucionet po mbrojnë kapitalet e tyre, ose blejnë ose shesin option contracts në mënyrë që të jenë të mbrojtur në çdo rast. Ulje, rritje, sideways të jenë të mbrojtur nga çdo krah i tregut. Kjo është pse i bën kaq të fuqishme institucionet në balancën e tregut. Edhe siç e diskutuam, domethënë, duke qenë një volum kaq i lartë options, në qoftë se çmimi bie shumë, në qoftë se ata i kanë shkruar kontratat, do ta blejnë në atë çmim. Për shembull, në qoftë se çmimi ra deri 570, ata do ta blejnë çmimin 570, kjo do sillte rritje të çmimit. Sepse ata janë detyruar ta blejnë atë çmim. Dhe prandaj kishim atë bounce nga 570 shkon te 574 në fund të ditës. Edhe gjithashtu edhe nga ana e kundërt, nëse kanë bërë put kështu, do të mbyllin ato kontrata për përfitimin. Nëse kanë bërë put ka bler put $600 për të siguruar, do ta marrin atë fitim. Bravo, kështu që kjo ishte ajo lëvizja. Po, edhe unë them drejtën e prisja këtë lëvizje deri te 5700 ose 5600 sa shkoj. Po, kemi folur, më duket kemi folur këtu, kemi parashikim. 570 është ajo niveli i prisëm. Po, dhe është një zonë le themi teknike që është 200 day moving average, që është një zonë që zakonisht tregu ka një bounce. Tani jo gjithmonë ka bounce, por prandaj patjet e bounce-in që direkt u ble çmimi aty te zona. Pastaj unë për mendimin tim kisha edhe këtë faktorin e puts, që kishte shumë puts dhe panonte shumë tregu bearish që duheshe të balancoheshe pak me blerje. Unë personalisht kam hapur dhe unë trades short, 2-3 trades short në treg, që të kem pak exposure ose këtë hedge që quhet, si di fjalën shqip e hedge-it, po kundër peshë të temi që të luj tregun peshë balan. Po balancë të temi që mos të humbas kapitalin gjatë kësaj faze, por ndoshta të fitoj diçka më tepër me shortin. Edhe kanë ecur mirë, kështu që mendoj që edhe institucionet, atë që ti edhe institucionet po bëjnë këtë gjë, që në çmimet më të larta që ishte ajo distribution, Wyckoff distribution që ka bërë aty lart disa herë në testim te 6100. 590 ishte ajo zona. Që në ato momente kanë hapur ca puts. Pastaj ne që jemi le të themi pak mrapa institucionet bëjnë tregun, kemi hapur pozicionet e tjera pak më ulët, kuptohet, edhe marrim në i thërrimi aty nga pjesa e institucioneve. Pak a shumë ashtu funksionon tregu. I qoftë mendoni se bëni para, ju bëni as 0.1% të parave që bëjnë institucionet. Një thërrime nga institucionet, dhe kjo është.
Po, ishte po, çfarë thosh? Diçka që do të thoja është që po shohim që nuk po blihet tregu. Pavarësisht se po bie, nuk po blihet. Edhe kjo domethënë është faktori më shqetësues për mendimin tim. Kjo është problematika më e madhe. Po, kjo është edhe shqetësimi im. S'po shoh fare volum domethënë. Pavarësisht se çmimi bie duket sikur njerëzit thjesht po dalin edhe s'po blen fare. Po, e kemi diskutuar disa herë këtu në javët më përpara që kishte një pjesëmarrje të madhe me ardhjen e Trumpit nga retail traders që janë fillestar, që janë pa eksperiencë. Po dilnin retail po futesh. Po, edhe insiders për dilin, se ne kemi mëllur këtu, kemi folur që ca insiders kanë filluar që dilshin në për këto nivele. Edhe ku po dilshin insiders që janë njerëzit e mrenshëm të kompanive, CEO të tjerët, ku po filloshin që dilshin institucionet, gjithë tregtarët, retail traders ose shumica kanë hyrë në një nivel të jashtëzakonshëm në nivelet të 2022-shit, fundit të 2021-shit, që ishte rënja madhe që patëm përpara disa vite. E kam thënë dhe po them prapë që un kam një frikë të recesionit në Amerikë, e parashikoj që ka një mundësi të lartë, probabilitet të lartë që mund të ndodhi, dhe është për tu parë tani se si do eci situata. Kjo është frika ime më e madhe dhe po hiqë vin kjo, atëherë çmimi mund shkoj të diku te 5400 S&P 500, mund shkoj ndoshta edhe më thellë, po është për tu parë se unë shikoj ditë mas dite situatën e tregut. Shumë të bësh parashikime tash sepse siç e tham gjëra ndryshojnë ditë për ditë. Si nga Trump, si nga vendet e tjera, jemi në ekonomi globale tani edhe po ka lëvizje të papritura. Do të flisja pak për dollarin. Jeri, ke ndonjë mendim aty për dollarin, çfarë ka ndodhur me që the që ke lexuar disa gjëra sot? Po, pas që çmimi i dollarit ishte domethënë nga çmimi 110 që e pam neve para 3-4 javësh, që thamë që do ketë një balancim të dollarit. Po. Por duke qenë se tarifa Trump e shumë gjëra të tjera, Trumpi që ka mbështetur monedat alternative në vend të dollarit, ndërkohë që pash disa klipe që në 2016 kishte bërë të kundërtën, kur thoshte mos investoni në kripto, investoni në dollar, do të rrisim monedën tonë. Mandat po të ndryshme, kjo ka sjellë atë uljen e thellë. Plus edhe forcimi i euros, mos harrojmë që tregu europian po forcohet dita ditës. Kompanitë gjermane, franceze, kompanitë armëve në Europë, duke qenë se Amerika po hapë rrugën, domethënë që Europa të bëjë vetën. Kështu që këto besoj ka qenë faktorë kryesor. Më kryesor për mendimin tim janë tarifat. Kjo pjesa e tarifave që një herë uli, një herë ngri, ka sjellë pasiguri të dollarit, sepse do thonë njerëzit pse duhet ta blejnë me dollar, do ketë tarifa ndoshta. Edhe bankat balancojnë balancat e tyre domethënë në bazë të monedave të ndryshme. Pse mund ta blejnë me dollar, mund ta blejnë në euro, nëse kam tarifa të dollarit. Po. Që kjo pas një analist Varoufakis që tha pse Trumpi kërkon tarifat, edhe ishte një video shumë interesante. Kështu që u sugjeroj ta shihni çfarë ideje do të thonë se kjo tarifave. Kërkon që të hapi dollarin në shumë banka botërore, është problematike ulja e dollarit. Po. Është një situatë shumë delikate, po do të thojë që ne e kemi parapritur këtë gjë, se i gjë tjetër që kam ndarë unë nuk e mbaj mend se ku ç'a video e kam ndarë, po ose edhe mund ta kem ndarë vetëm në Telegram, është që kemi pasur që gjatë periudhës së Trumpit në 2016 ka pasur një rritje në fillim, përpara se Trumpi ka hyrë te Shtëpia e Bardhë pak më mrapa, dhe pastaj ka pas një rënje dollari. Po ndjek pak a shumë po të njëjtin formim çmimi si ajo periudhë. Edhe ti fole pak për Europën. Europa tani inflacioni ka hyrë në një nivel shumë të ulët, edhe pritet që të ulen normat e interesit, kështu që investitorët me sa duket kanë pak më shumë siguri te politikat europiane që janë më të qëndrueshme, pak të turbulencë që po krijon Trumpi, edhe me idenë që kanë hyrë aty dhe po investojnë aty, edhe unë personalisht kam hyrë te ato tregje, jo vetëm te Europa, por kam hyrë edhe te Kina.
që kanë pasur rritje. Për Kina do të flisë pak. Kishin atë konferencën ekonomike që thrasin nga gjithë Kina, domethënë delegata se çka kishin. Të bëjnë planet ekonomike për vitin që vjen. Po premtuan stimuj, ekonomi më të fortë, që nuk kishin problem tarifat, edhe pak a shumë që industria produse do vazhdonte. Këto pak a shumë, domethënë ishin shumë optimist tregu kinez, kështu që besoj se kjo do vazhdojë gjatë 2025-s. Edhe ke parë të në stokës që kemi ndjekur që po ikin 100% plus për 2-3 javë. Po, ashtu është. Edhe do të për Kinën ne kemi folur këtu përpara disa muajsh që Michael Burry, që tetor, eksakt. Michael Burry, që është ai që ka parapritur ose është bërë filmi Big Short për atë, sepse ka kapur atë rënjën e madhe të tregjit e shtëpive e pronave në Amerikë në 2008-ën. Ai ka investuar në mënyrë agresive, le të themi, ka futur shumë kapital te Kina, te Alibaba, te shumë stokë të tjerë që dhe ne jemi pozicionuar aty në valën e dur, momentin e dur, ai është pozicionuar me kohë përpara ne. Ne thjesht kemi kapur valet më të mira. Edhe me idenë që tregu amerikan po varet shumë nga një dorë të vogël stocks edhe nga index funds. Sepse tani investimet pasive, index funds, S&P 500, Nasdaq, janë me nivele më të larta se sa investimet aktive. Dhe investimet aktive duen, sepse është treg i lirë në atë mënyrë. Në investimet pasive ti investon të gjithë kompanit, edhe po që ato kompani janë pa vlerë ose nuk kanë ndonjë rritje aktuale të ardhurat ose faktorë të tjerë. Dhe kjo ai parapret tani një rënje të madhe, një farë bubble për investimet pasive, që edhe Goldman Sachs edhe kompanitë të tjera thonë që do vi një dekadë e humbur për tregun pasiv. S&P 500 mund të ketë një rritje 2-3% mesatarisht në vit, ose një periudhë konsolidimi që mund të jetë një periudhë që rrin një vit lart, një vit poshtë nga 2-3%, po nuk ka rritje që kemi pasur këto, le të themi 10 vjet të fundit ose 15 vjet të fundit që 2013 edhe mos harrojmë edhe pjesën e AI që Kina po avancon në mënyrë më të lirë edhe më të shpejtë për AI. Eksakt. Ka një luftë tani për AI, po. Po, ishte një statistikë që në qoftë se për ChatGPT do të paguaja $4,000 për të krijuar një asistent AI për ta përdorur si shërbim, me DeepSeek mund ta bëje me një kosto për të krijuar ChatGPT-n tënd, mund ta bëje për një kosto $200-300. Kështu që ishte goxha luftë e ashpër për të bërë tash në AI. Po. Dhe notoj që Amerika fitoi luftën e internetit, e kompanive internetit, le të themi Amazon. Ka fituar Kina të paneleve diellore, të energjisë rinovueshme, të makinave po e fiton Kina. Po, kështu që jemi në situatë tani që ndoshta e Kina mund të fitojë këtë luftën e AI-s. Po e fitoi Kina këtë, nuk është më Amerika ekonomia numër 1 në botë, dhe kjo është arsye pse po krijohen këto situata tani të pakëndshme, jo vetëm nga ana e tarifave, por Kina, unë kam marrë vesh që Kina tani po investon më shumë përqindje të GDP-s në defense, në armatimin, në ushtrinë. Gjithë shtetet evropiane po bëjnë një gjë dhe po bëhet një situatë shumë delikate që mund, shpresojmë që s'ndodh asgjë, po mund të krijohet një situatë e pakëndshme për njerëzimin dhe përgjithësi, për ne si tregtar kuptoj që do mundohem ta shfrytëzojmë. Tjetër për Kinën, që është shumë interesante, është që po krijon një farë mbështetje në perëndim, domethënë që fakti që nuk shkakton luftra, merret vetëm me veten e vet, ndërton infrastruktura në vetën e botës së tretë. Nuk është se Amerika që shkon dhe i pushton pak a shumë, është kjo analogjia që po bëhet nga mediat perëndimore. Po. Edhe kjo domethënë mund të ketë një impakt në treg, sidomos te vendet e treta, siç jemi vendet e Ballkanit, Afrika, që po bëhet goxha investime kineze. Për shembull në Serbi janë bërë goxha investime, në Greqi kanë filluar goxha investime, kështu që Kina po shihet më shumë si aleat për europianë për momentin se sa Amerika e Trumpit. Kështu që edhe kjo është një faktor tjetër, domethënë që mund të ndikojë.
Po. Ke për një gjë dhe këtu në Angli ka qenë një investim i madh nga kinezët Po, në gjithë ndërsa qytetet kryesore, investime në prona, zhvillime, shumë gjëra të tjera që merret Kina. Edhe do të thotë që mënyra se si ose strategjia e Kinës ka qenë që të ketë një influencë financiare te shtetet e tjera. po. Edhe me Amerika ka një borxh të madh, një pjesë të borxhit shtetor ja ka Kinës. Kështu që është një situatë pak e delikate edhe në këtë pjesë Amerika me Kinën. Lexova që me interesin që Kina merr nga borxhi amerikan ndërton rrugët dhe urat e veta. Ndërkohë që Amerika nuk ndërton asnjë gjë për vete. Eksakt. Kjo është situata që infrastrukturën e rrugës së dytë botërore, për rrugët e për këto. Të urave. Po, dhe kështu që Kina po dor influencë financiare duke ikur në Afrikë, duke ikur në shtete më të vogla dhe shtete aziatike të tjera më të vogla dhe ashtu përhapet dhe krijon një farë influencë, një farë kontrolli mbi ekonominë globale dhe pastaj kuptohet marrëveshje me ato shtete për të pasur le të themi tregti të favorshme për ato, për le të themi panele diellore ose diçka tjetër, s'ka rëndësi, ka shumë industri që Kina merr pjesë, edhe kështu ka avancuar shumë ndryshe nga Amerika që atë që thotë diçka domethënë për të shpjeguar njerëzve sa shumë Kina po punon për këtë pjesë është kur porosit online. Më kollaj ke për të porositësh nga një website kinez sesa nga Amazoni, nga të një website tjetër amerikan ose europian. Më kollaj të vjen malli nga Kina sesa nga çdo website europian ose amerikan. Po vetëm në shtetet europiane kryesore, themi si Anglia dhe Amerika, ndoshta Amazoni janë më të shpejtë dhe më të saktë. Ri, kishin ndonjë lajm tjetër që dohet ta muloje? Stoket e bioteknologjisë, mjekësisë, që ka pasur goxha rritje. Moderna, siç e kemi folur. Ishte një javën e kaluar, por 2 javësh një rënje të 10-15%. Po që ka rikuperuar domethënë, pasi fitoi një gjyq më duket. Që ka pasur lajme pozitive, plus situata e griprave, të sezoni ishte goxha ngarkuar, që besoj se kompanitë me earnings e tjera do ketë goxha rritje, kompanitë mjekësore. Edhe po shifej që njerëzit po përgatiten. Pfizer ku ishte pozicionuar kishte goxha rritje. 2-3% domethënë po që në option është 20%, kështu që ishte goxha trade interesant që kishte këtë javë. Ka shumë këto. Duket sikur njerëzit janë larguar nga stoket e mëdha të teknologjisë, Nvidia ka pasur rënje galopante. Ka qenë faktor që theti për Kinën që ka një avancim në AI dhe kjo ka krijuar pa besueshmëri le të themi të tregu amerikan që do avancojnë. Ka pasur edhe probleme me produktet e veta Nvidia. Shumë karta grafike që lançoi në janar dhe në shkurt kanë dalë me probleme. Kështu që edhe këto ka pasur problem. Ishim edhe AMD që lançoi kartat e veta grafike që janë pritur më mirë nga konsumatorët. Kështu që edhe kjo është diçka tjetër që ka ndikuar. Domethënë kemi parë një çmim që ka rënë avash e AMD-s, ndërkohë që Nvidia ka pasur dipe shumë të thella. Përse edhe AMD ka pasur rënje. Unë kam në vëzhgim $100. Unë kam në vëzhgim AMD-n për një kthim për lart. Kam edhe këto pozicionuar në fund të prillit, domethënë kam një option kontra to, kështu që. Besoj se ajo zona 99-100 ishte okay për ta blerë, themi pak. Unë jam pozicionuar me një cheap option, domethënë, te $40 për të arritur $125 deri në fund të prillit, kështu që. Inshallah. Shikash. Shpresoj. Unë po shikoj edhe këtë sektorin e quantum computer që besoj që po konsolidohet dhe po konsolidohet, kam vërejë domon që ajo Ioniq që kam pasur në vëzhgim po shkon te zona 20, aty duket sikur ka atë përqendrimin e vet, edhe Google te 175-sa, 180-ta, që janë në zona konsolidimi. Po kemi më vetëm 2 sektorët kryesorë që janë semiconductors dhe quantum computing që kanë qenë shumë të mirë vitin e kaluar. Këto unë po I vëzhgoj me kujdes për këtë kthimin e trendit.
Do të flisja pak për atë të Trumpit. E tham, dhe themi se ndoshta po e them sa për ta thënë që summiti o konferenca në datën 7 mars pritej shumë nga po shikoj në mediat sociale se un po postoj këto TikTok-e që njerëzit ndoshta i shikoshin pak si provokuese kur unë thoya që Trumpi nuk ka ndikim fare të tregu varet nga çarkullimi i kapitalit edhe investitorët kryesor. Dhe ato thoshin s'ka mundësi, Trumpi një fjalë thot bëhet le të themi një rritje e madhe. Nuk kanë qenë provokime, nuk kanë qenë asgjë, unë nuk mundohem që të provokoj askush. Kanë qenë analizat e mia, mendimet e mia për tregun që kanë dalë të sakta që 7 marsi nuk është asgjë sepse Amerika dhe po krijoi një rezervë strategjike kripto, ka 205.000 Bitcoin që i ka sekuestruar nga kriminal që do t'i fushit ajo rezervë, as nuk blen fare, nuk ka nevojë të blej fare Bitcoin që të bëhet një nga top shtetet ose top holders të kriptos ose të Bitcoinit. Ajo e ka Bitcoinin në zotrim, është thjesht çështje që t'i fusi të rezerva strategjike. Diçka tjetër për të problemin është fakti që duke qenë monedhe decentralizuar, nuk ka rëndësi çfarë bën Amerika, çfarë bën Kina, çfarë bën Europa për Bitcoinin. Janë vetë njerëzit, institucione që lëvizën, nuk janë shtetet. Po. Dhe kjo është ideja. Po, eksakt. Është thjesht një aset spekulativ për të mbrojtur nga inflacioni, nga dollari, siç është floriri edhe pak. Floriri, po mund të quajmë digital gold që mahet, se thuhet për Bitcoin. Kjo është ideja që s'mund ta lëvizë çmimin as Trumpi as Amerika, është një monedhë ndërkombëtare që do lëvizë interesi për atë monedhë, domethënë. Nëse ti je i gatshëm të paguash $100,000 për Bitcoinin, Bitcoini është i blefshëm $100,000. Nëse pastaj njerëzit nuk e kuptojnë edhe këtë pjesë që Trumpi mund të firmosë një executive order, që janë ato shkresat që do bëhet kjo gjë, por duhet aprovuar dhe nga Senati. Duhet kaloj dhe procese të tjera. Procese ligjore, procese ka shumë procese ligjore, procese me SEC, që është Securities and Commissions and Exchange Commission. Procese të tjera me, le të themi, me Jerome Powell dhe antarët e Bankës Qendrore. Ligji i Bankës Qendrore Amerikane duhet të ndryshu që të përfshi dhe asetet digjitale. Është një proces shumë i vështirë, sepse nuk besoj që do përqehet shumë nga kokat kryesore financiare që ka ndërtuar Banka Qendrore Amerikane në vitin 1980. Dhe mos ta harrojmë që Trumpi thjesht mund të thotë që Bitcoini një Bitcoin vlen $10,000 për Shtetet e Bashkuara, kështu që çfarë mund të bësh? Kështu që varet është shumë e vështirë për të parashikuar, kështu që. Po. Kaq e kisha për të thënë për këtë pjesën e Trumpit, që duhet të keni shumë kujdes nga këto lajme falso, lajme që janë, le të themi, duhet i studioni mirë, duhet i mendoni mirë, se nuk është thjesht. Kam vëre janë lajme që nuk dalin fare në website-et kryesore, domethënë ku ne ndjejmë lajmet. Nuk dalin fare, nuk intereson fare. Nuk dalin fare, kështu që ju sugjerojmë njerëzve të ndjekin burime informacioni Wall Street Journal që kanë, sepse i lexojnë në portale ose kështu dhe bëhen baited edhe blejnë në nivele të papërshtatshme. Po, eksakt, hyn me emocione që do vish edhe 7 në po hyn. Se do iki tregu. Sa që të dalin një lajm të bëhesh gjithë pasur, thjesht blini lajmin. Është shprehje e vjetër e Wall Street-it. Tell the news, nuk është. Okej, po mendoj ta lej me kaq segmentin e lajmeve dhe vendet kryesore, dhe po mendoja Irdi që të kaloshim te analiza teknike e kriptos herë, sepse kemi tani shumë shqiptarë që kanë hyrë aty dhe kanë dëshirë që të dinë situatën e kriptos. Unë gjithmonë analizoj 2 kriptot kryesore, edhe po pata ndonjë ide do t'ju jap ndonjë ide, po për këtë javë nuk kam ndonjë ide konkrete që them po këtu po shikoj dhe këtu po hy. Mund dali diçka gjatë javës, ju sugjeroj që të bëni pjesë e Telegramit, është mënyra më shpejt dhe keni të përshkrimi më poshtë. Po hym direkt te analiza teknike e Bitcoin, që mos marr më shumë kohë. Okej, besoj që Iri po shikon ekranin tim. Thash javën e kaluar që tregu do bëj, le të themi, një bounce, një rritje, një bounce tjetër, pak a shumë po bën këtë zonën e konsolidimit këtu.
për momentin më pëlqen supporti disa herë, 1, 2, 3, dhe këtë lloj shtrëngimi që po krijon çmimi. Problemi tek kësaj lloj formimi është që quhet diçka që është flag, quhet një flag, një flamur që po krijohet tu, ose një wedge. Edhe kjo wedge, po u thy kjo zona, këtu mund t'i dhe pak më thellë te 81 prap ose edhe te 75 që është le të themi frika e përgjithshme e tregut. Po këtu do gjej një farë supporti mendoj unë te 75. Do ta marr me patillë këtë 75 që shkojnë për lart. Unë vazhdoj që të jem le të themi te ajo mendimi që fundi marsit, sepse nda që do bëj këto valët tregu, fundi marsit dhe fillimi prillit mund të jetë momenti kyç që thyn këtë vizën e trendit në rënje. Që këtë vizën e trendit momentalisht mund ta thy, po mund ta thy te 95. Po bëri konsolidimin, do kemi një moment më të mirë për ty, ndoshta te 88, 90 dhe pastaj me idenë që shkojmë te 120. Po iku më thellë, do duhet më shumë kohë që të filloj vala, mund vinë nga maj ose qershori, kështu që kjo është ajo situata që unë jam tani dhe nuk jam i vendosur akoma, nuk shikoj akoma le të themi thyrjet e zonave kyçe, që është kjo zona këtu 94 ose 90 më mrapa, që do themi do shkojmë më lart. Dhe po e marr le të themi në vazhdim. Po. Të thosh që do prish konsolidimit e RSI-s, duke që është nivelin e 50-s, kështu që është thirr të bësh në një lëvizje në këto lloj nivelesh, sepse mund të shkojmë oversold ose overbought në të zako. Po. Dhe shikoj, RSI-ja ka ikur minus 30, është bler direkt, është le të themi një retracement kjo. Te një çmim mesatar. Po çmimi vazhdon të jetë në rënje, se duket viza trendi këtu, kështu që retracement ulet dhe këtu mund të bëjë një konsolidim. RSI mund vi prap poshtë dhe të bëj një bullish divergence këtu. Kjo do jetë diçka e pëlqyeshme që çmimi ikën pak më thellë te 75, RSI arrin këtu te kjo zona 30, bërë një bullish divergence, aty do keni një moment më të mirë mendoj unë për ta bler. Po është për tu parë, sepse un jam i gatshëm që në thyrjet e këtyre zona 95 ose dhe 90 mas konsolidimit, un të hyj këtu. Jam i gatshëm dhe të hyj këtu. Kuptoj që unë du të blej sa më lirë, me idenë që mund të shkoj te 100 dhe 120 më mrapa dhe të fitojmë diçka më shumë. Por jam edhe i gatshëm që ty këtu. Por nuk po nxitom, duhet të gjej zonën perfekte për ty, ku mendoj që probabilitetet janë të larta dhe të sigurta. Besoj që kaq është analiza e Bitcoin. Për analiza gjatë javës, se si do formohet çmimi, keni Telegramin. Ethereum tani ka ikur te çmimi, ka pasur një rënje të madhe, sepse shumë investitor kanë hyrë me oferinë të madhe, ndoshta te këto zonat 3600, ndoshta edhe 4000, me idenë që kjo do thy 4000 dhe i deri te 10000. Ka rënë gati 48% çmimi. Ka rënë deri te 49 dhe 44%. Për Ethereum, edhe altcoins në përgjithësi, du të keni kujdes me ble këtu, sepse akoma po shikoni vetë që bën këto konsolidimet ose rritje, që janë retracement quhen anglisht, një rritje, flamur është ky, në rritje, shikoj një farë flamuri. Kjo është ajo doreza flamurit, le themi ça shkopi flamurit, flamur, pastaj thyrje për poshtë dhe shkon çmimi për poshtë. Dhe këtu kthehet për lart, kap një zonë mesatare, ulet për poshtë, kthen për lart, kap një zonë mesatare, ulet për poshtë. Ka nevojë që të konsolidohet çmimi. Prapë kjo zona e prillit për mua është zonë interesante. Tani kuptoj që po që vin euforia që me sa duket s'po vin, mund ta blej edhe pak më herët, po nuk jemi gati akoma, po duroj. Dhe është një zonë supporti e mirë këtu dhe historike, shikoje, ka kapur dhe support këtu në 23-shin disa herë, 1, 2, 3, 4, 5 herë ka kapur të kjo zona 2100, 2200, pastaj po prap 24-ën, disa herë, po edhe tani 25-ën. Besoj që do rritet Ethereum, sepse me këtë rënjë që ka bërë kaq të thellë,
sigur të bëj vetëm një Fibonacci retracement te zona 50% këtu, keni mundësi me fitu diçka serioze, okay? Sigur të shkojt vetëm të 3.000, që ajo mund bëhet dhe rritje më të lartë. Kështu që do iki te një çmim mesatar, po se kur do iki akoma nuk jemi gati, është në një zonë konsolidimi. Iri ti ndonjë mendim këtu ke apo besoj që jo, thjesht altcoins dukesh kanë shumë herë më keq se sa Bitcoini, edhe Ethereum që është ndërma kështu. Që Dukesh masin ka me një një formë më të misteriozet keqe me të mirat, po. Se duket ka edhe një formë më të keqe. Unë do thosha që thjesht prisni për këto, sepse diskutuar më parë që fuqia blerëse thjesht nuk është aty, si për kripto, si për stocks. Kështu që mos mund citoni të investoni kapitalin e tuaj, sepse ne jemi një piku që ajo $100, $200 që janë, ose çfarë lloj vlere është një pikë shumë e vogël. 10.000, 100.000 nuk është thjesht ajo që thotë shumë pak vlerën krahasim me tregun që është triliona që qarkullohen ditë për ditë. Kërsa mos të nditoni, prisni çfarë bëjnë të tjerët. Kjo është metoda më e mirë, domethënë, për të fituar. Sikur të fitoni me prag, prapë më mirë të fitoni se sa të humbisni, kështu që. Po, kapni zonën e mezit, ja, edhe këtë lëvizjen për lart, nuk është që unë kap të gjithë nga bottom deri te top. Unë kap të zonën deri këtu. Nuk kap 60%, mundohemi të kapim valën gjysmën e valës te 40%, ose pak më shumë se sa gjysmën, 60% të valës. Është normale, ne nuk kemi Fall Gjorgje ta dim që këtu është momenti tregun, kjo është ideja. Po, kjo nuk kemi ne ato që lëvizim treg ose whale që ne bëjmë le të themi lëvizjet e çmimit. Kaq po mendoj ta lej për kripton, se nuk mendoj që ka ndonjë ndryshim Ethereum me shumicën e altcoins të tjera që po konsolidohet këtu te këto zona. Edhe besoj që do lëvizë tregu në përgjithësi bashk, nuk lëvizim veç. Tani do të hyet disa grafik që Bitcoini dhe S&P po thoshte kishin të njëjtën grafik formimin çmimi. Kështu. Po, dhe është edhe logjik. Po dhe Nasdaqu aktualisht e ka më më afër me Bitcoin, se ku flasim për Bitcoinin, ka bërë një double top. Një double top këtu shikon. Tani mund të hyjmë te Nasdaqu, dhe të shikojmë Nasdaqun, do shikosh që ka një double top. Ja, shikoj. Double top këtu dhe pastaj një rënje. Ka qenë pak a shumë eksakt tregu. Tregi lëvizin gjithmonë bashkë, sepse kapitali qarkullon nga diku që është i sigurt, që është dollari ose floriri ose diku tjetër, te asete të rrezikshme, stocks edhe kripto. Kaq, kjo është të themi si qarkullon kapitali. Në treg në mënyrë të thjeshtuar po flasim, kuptoj që hyn edhe për industri të ndryshme si energjia në këto momente, që ka pak më shumë siguri, ose biotech edhe këto të tjera që po pretendohet tani që të kenë rritje. Tani do të hyja te analiza e indekseve kryesore. Po mendoj ta bëj Nasdaq me që emulohet tani, edhe kam këtu chartin. Kemi pasur double top, thyrën e kësaj zone, një viz trendi që ka qenë kyçi, ritestim, ulje prap, deri te zona 19.000. Unë ka pasur një zonë tjetër të 19.600, 19.800 këtu, 19.600, edhe tani do shikoni që po gjen supportin këtu, dhe mendimi im se këtë pak a shumë e ka bërë sepse u ul këtu, këtë ditë u hap këtu lart me rritje, pastaj me ulje direkt. Mendimi im është tani që mund vim të një zonë, le të themi, mund të ikim deri këtu, por me të themi një zonë më e pranueshme është kjo këtu, para se të kemi një ulje tjetër, ose ndoshta një double bottom, që të iki prapë për lart çmimi, që mund bëj diçka të tillë kështu. Okej? Kjo do ishte një double bottom, kuptoj që mund të iki edhe më poshtë, por faza tani që jemi këtë javë mund të kemi një rritje të një mean reversion, të një çmim mesatar, që është kjo zona 20.800, rikap këtë zonën, ose dhe këtë zonën pak më lart të 21.000, pastaj do ketë rezistencë. Dhe unë kur flas për rezistencë edhe support, pak a shumë është furnizim
këtu, kërkesë këtu poshtë dhe furnizim në rezistencë. Rezistenca është furnizim ku institucionet tu fusin me nivele të larta Nasdaqun dhe shesin dhe të këto zona këtu furnizimi dhe kërkesat janë këto zonat e poshtme që janë supporti. Për momenti këtu ka kërkesë dhe do rritet, pastaj do rifurnizohet me ndoshta nga institucionet me ide që do iki pak më poshtë çmimi. Shikojmë, është për të parë, po rritja është këtë javë që shikoj unë në S&P 500 dhe në Nasdaq. Iri po padin diçka për shtu këtu, mund flasësh ishte. Jo, të Nasdaqu, Okay. duke qenë që ka më shumë teknologjinë, dhe një teknologjisë është pothuajse në të gjitha stoqet, te Nasdaqu ndihet më shumë se sa tek S&P. Edhe Po. S&P pak a shumë logjik është. Po, dhe për S&P e shikoni këtu. S&P po bën diçka që quhet Wyckoff Distribution. Kur bën këto lëvizje herë lart herë poshtë, e kam ndarë te Telegrami grafikën se si funksionon Wyckoff Distribution. Dhe njëna pjesët e Wyckoff Distribution është ritestimi i zonës që mund të bëj diçka të tillë kështu, i zonës që ka thy, të themi atë qafën që ja ka prej tregut lart mbas distribution, kjo është distribution, është prej qafa këtu, është thy. Ritestohet kjo zonë dhe pastaj ulet më thellë. Kjo është frika e tregut momentalisht që ndoshta akoma nuk ka hyrë me oferi për ta blerë, edhe pse ka gjetur support tregut te 200 moving average këtu, dy çmimi 200 ditor mesatar që është një zonë shumë e fuqishme supporti. Tregu me sa duket ka frikën që mund të jetë një distribution play. Një rritje, pastaj një ulje më të thellë. Kjo është frika ime. Unë aktualisht du që çmimi të bëj konsolidim dhe vazhdoj për lart. Sepse te kjo vala këtu unë e prillit unë mund të bëj 30% te portfolio im, jo vetëm në kripto, por edhe në S&P 500 dhe unë e dua atë gjë, por unë kam exposure për momentin, kam exposure short, që po luj këtë WMB. E kam lujtur short që nga kjo zona këtu. E kam darë te Telegrami, jam shoqë në kjo zona këtu, kam nxjerr pak profit edhe po e mbaj aktive këte me idenë që të fitoj diçka. Kam dhe këte HIMS që po e luj kundër tregut, që edhe por atë tregu pak më thellë, jam okay, fitoj diçka. Po. Te SPY do thosha që kemi pothuajse te weekly chart, kemi pothuajse 3-4 javë që jemi në rënje, kështu që kjo është pak a shumë si bearish. 3 javë. Po. 3 javë që kemi rënje, kështu që është pak e rrezikshme për të investuar, kështu që do të qëndroja larg derisa të shohim formim çmimi për lart. Po. I gjeti të shikoni këtu ka pasur bearish divergence, thyrje të zonës të mesit të S&P 500 dhe frika është të ndodhi diçka si 2022 që ka qenë një rënje madhe e tregut dhe një RSI në nivele më të ulta. Kjo është frika që tani jemi këtu ne. Do të kuptoni që tregu nuk mund të iki 100% për poshtë gjithë kohës, sepse të bëhet shumë bearish dhe nuk është e pranueshme, është ajo që kemi diskutuar për put options. Tregu duhet bëj këto valet herë lart herë poshtë që unë i tregova te editori, përpara se të iki, do të bëj një val për lart tani, përpara se të vazhdoj të iki për poshtë. Është e logjikshme. Do të bëj shkallët e veta tregu. Këto higher highs ose higher lows dhe gjërat e tilla. Dhe kështu që te javori është një zonë e rrezikshme, duhet me patjetër të marrë këtë zonën 5600-5700. Po nuk e marrë këtë zonë, jemi shumë bearish në treg. Pastaj kemi Russell 2000 që unë isha bullish për dola, nuk pëlqente këtë po e luja pak si afat gjatë me fondet e pensionit tim që kam këtu, që i luj në themi me këto ETF-e, kam dalë këtu, mund të gjej support kjo zona gati 2000 dhe pastaj të bëj një bounce edhe të shkoj për lart, po është për tu parë. VIX ka qenë ose është një nga gjërat kryesore që unë shikoj në treg për të ditur animin e tregut, edhe shikoni që ka qenë në rritje gjithë kohës,
po arrin një nivel tani që ndoshta po bëhet shumë i lartë VIX dhe duhet të bëj një ulje. Atë që po ju them që VIX do ulet dhe tregu do rritet. Pastaj VIX do rritet prap, tregu do ulet. Kjo është logjika. Por të kapësh momentin kyç. Ne nuk merremi me lutjen e S&P 500 dhe Nasdaqut, ne shikojmë këto në përgjithësi që të seleksionojmë aksionin në momentin e dur që ty me valën e tregut. Po ideja është që kjo mund të ulet pak poshtë. Si indikator shumë të mirë, domethënë, të thosha. Si hedge shumë të mirë për tregun, kështu që. Po. Edhe VIX-i për ju që jeni fillestar, ndoshta kemi marrë shumë njerëz të ri këtu që kanë hyrë këto kohë të fundit, mbat volatilitetin në treg, paqëndrueshmërinë në treg, por ti bi pak më shkurt në ana e gjendjes emocionale ose gjendjes psikologjike të tregtarëve të tjerë është frika kundër greed. Greed duket është, nuk e di çfarë është lakmia, diçka tjetër se di si përkthehet. Babëzia në shqip. Çfarë? Babëzi. I pangopur. Pangopur, ku je i pangopur, më them ajo dëshira e madhe për të përfituar shumë në treg. Edhe euforia e madhe që kemi pasur. Mbat këtë frikën dhe greed. Kur bie VIX ka më shumë kërkesë tregu blerëse sepse ka më shumë greed, kur rritet ka më shumë frikë dhe kjo është ajo që unë shikoj këtu gjithmonë, gjendjen emocionale të tregtarëve të tjerë. Pastaj do të thoj që unë jam i pozicionuar te ca aksione kineze si NetEase që kam blerë këtu me një vazhdimsi, kuptohet që unë kam luajtur këtë valën që nga nëntori për lart, te Alibaba të tjerë. Tani po e luaj NetEase me idenë që do shkoj pak më lart, kam luajtur edhe këtë IQ që ka bërë një konsolidim të mirë këtu, kam darë këtë falas të Telegrami, me idenë që do shkoj për lart, paktën të marr diku te 50% këtu, një raport 1/4 rreziku kundër përfitimi që un kam. Tani shumë shpejt duhet të muloja madhrat. Irdi kryesor Forexin, dollarin, po kryesorët. Ty mirë të dollari sepse ka pasur një rënje të madhe. Ku e kemi këtu? Po, këtu. Të shikoni që ne kemi parashikuar ca zona. Kjo ka qenë një zonë që unë parashikoj që të gjendet support. Këtu ka gjetur support pak me thithje. Logjikisht kjo do të rritet. Nuk mund të bie më thellë kaq shpejt sepse kemi dhe rësin shumë të shitur. Duhet të rritet një zonë mesatare që është kjo zona 105. Është për të parë këtë javë në hapjen e tregut që besoj që shumica e tregut do rritet pak, të paktën një periudhë 2-3 ditore ose ndoshta edhe një javë gjys. Është për të parë gjendje. Ne kemi as klare me as earnings, kështu që do jetë kështu. Kemi ndonjë lajm të madh që pritet ta ndryshoj ritmin e tregut, kështu që ndoshta është një javë mirë për të investuar. Po, pak më stabile, mund të themi, më stabile. Më po që Trumpi nxjerr ndonjë lajm të papritur. Okej, duhet të muloj edhe ca tregje të tjera që është europiani dhe kinezi, po mulojmë kinezin këtu. Po shikoni shumë qartë grafika që tregu kinez, indeksi Hang Seng i Hong Kongut vazhdon rritjen. Dhe unë kam qenë te Alibaba, kam dalur, kam marrë profitin tim, po korespondon perfekte me chartin e Alibabës. Me chartin e Alibabës, charti i HSI-s që është tregu, shikoj këtu, shikoj, perfekte, një rritje paka shumë identike me rritjen e HSI-s që është indeksi i Hong Kongut, okay? Unë kam dalë te kjo zona këtu që kam marrë 48%, nuk kam rihyrë te Alibaba, kam rihyrë te ca aksionet e tjera kineze, logjikisht me idenë që do përfitoj diçka më shumë aty me rrezik më të ulët. Pastaj francezi vazhdon rritjen, shikoj edhe francezi që korespondon perfekte me dy aksione franceze që kam una financiare që është Crédit Agricole që kam tani gati 2 muaj që po i maj hapur, që në fillim të janarit që po i maj hapur,
dhe BNP Paribas, që është një bankë investimesh. Kjo lidhet pak edhe me tregun e financave që ka qenë shumë stabile dhe në rritje. Nuk është vetëm tregu europian që është kontributi aty, por dhe fakti që janë stoks financiare. Po kjo tani po gjen një farë le të themi rezistence këtu lart, besoj që mund bie pak tregu europian këtë javë, bie që kapitali do qarkullojë nga tregu europian dhe kinez me një rënje te këto tregje alternative, edhe do hyjë te tregu amerikan këtë javë. Kjo është ajo, le të themi, parashikimi i përgjithshëm që un kam, pastaj kuptoj që duhet lyj ca aksione mrena kësaj logjike, këtij parashikimi që kam të përgjithshëm. Dhe Gjermani, njëjtin gjë, vazhdon rritjen të jashtëzakonshme tregu gjerman, mbas situatave politike që kishte në dhjetor, nëntor, kemi pasur një rritje të jashtëzakonshme këtu dhe vazhdon rritje. Nafta u ul dhe tani është një zonë shumë të ulët që duhet rritet. Kjo do na ofrojë një mundësi të mirë për të hyrë te ca aksione në sektorin e naftës Amerikë, që ndoshta mund të jetë Oxy që të ke përzgjedhur ti Irti disa herë, por edhe për të luajtur naftën në një bounce këtu për lart. Dhe të shikojmë që edhe nafta pak a shumë identike me gjithë tregun, që do ketë një farë retracement të një çmimi mesatar te kjo zona që është e natë. Kështu që gjithë tregjet pak a shumë janë në njëjtin situatë që ka nevojë për një rritje momentale, afat shkurtër, derisa sa të stabilizohet çmimi. Gazi natyral ka vazhduar këtë rritje të jashtëzakonshme, mendoj, po, vazhdon rritjen. Unë nuk e kam luajtur, nuk kam luajtur ndonjë ide këtu. Janë situata që ndodhen. Floriri, që kem pak Floririn, vazhdon konsolidimin këtu lart, sepse shikoje konsolidim te kjo zona këtu thyrje, trend, këtë trendin unë kam kapur duke luajtur ca aksione miniera Floriri. Tani kemi konsolidim tjetër me idenë që të konsolidohet këtu në thyrje, unë mund të luaj ndonjë aksion ose ndonjë mund ta luaj Floririn vet dhe ta luaj deri te 3200 këtu për një rritje të konsiderueshme. Pak a shumë kaq ishte Iri, ti ke ndonjë aset tjetër që do të mulosh apo ta mbyllim me kaq për sot? Pak a shumë po, presim në investitor, siç e thamë, kjo ishte një javë shumë volatile. Shpresoj për më shumë stabilitet. Sepse volatiliteti është armik i domethënë. Në qoftë se nuk luan option. Kështu që në presim një javë më të qetë për të parë se si formohet tregu. Po. Pak a shumë këto për këtë javë. Okej. Atëherë shumë faleminderit që na keni dëgjuar deri këtu në fund të episodit tonë të podcastit. Shpresoj që informacionet që ne kemi dhënë t'ju ndihmojnë për të marrë ca vendime të zgjuara dhe të mira në tregje. Shpresoj që të fitoni diçka dhe ju sugjeroj që të na ndiqni duke na bërë subscribe, duke na bërë like, duke na bërë komente, do ndihmojnë që ne të marrim më shumë shikueshmëri dhe kjo punë që ne po bëjmë të ndihmojmë më shumë njerëz. Një gjë tjetër që do të thoja është për ju që nuk jeni pjesë të Telegramit. Telegrami është ku unë komunikoj me ju komplet falas, pasi lloj charge gjatë javës, unë Irdi Kleo, dhe mundohemi që t'u ndihmojmë me ndonjë këshill, me ndonjë mendim për tregjet financiare, që nuk i mulojmë dot duke bërë video çdo ditë. Atë kaq ishte për sot. Shihemi herë tjetër, shumë faleminderit. Irdi, faleminderit shumë. Faleminderit. Mirupafshim.